Këshilli i Ministrave miratoi vendimin e rëndësishëm që ndryshon përgjegjësinë e administrimit të pronësisë me emërtimin Gjykata e Apelit në Vlorë nga Ministria e Drejtësisë, duke ia kaluar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe specifikisht Universitetit të Vlorës Ismail Gjemali. Tashmë bëhet gjithçka zyrtare. Ky vendim synon të mbështesë veprimtarinë e arsimit të lartë dhe të garantojë përmbushjen e misionit të universitetit. Pronësia e Gjykatës së Apelit në Vlorë ndodhet në zonën kadastrale 8603. Tashmë do të shërbejë nevojave akademike. Ky veprim vjen në mbështetje të ligjit për pronat e paluajtshme të shtetit, të ndryshuar me propozimin e kryeministrit. Si pasojë e këtij vendimi, prona e Gjykatës së Apelit hiqet nga lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, që i bashklidhet vendimit numër 1292, datë 24/9/2008 të Këshillit të Ministrave, i cili rregullonte kalimin në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Drejtësisë të trojeve dhe ndërtesave të gjykatave. Megjithatë, vendimi specifikon se zyrat e shërbimit dhe zyrat e arkivave gjyqësore të Gjykatës së Apelit do të jepen në përdorim pa shpërblim Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këto ambiente do të funksionojnë si pika informacioni për qytetarët, duke siguruar që një pjesë e pronës të vazhdojë të shërbejë në interesin publik. Ministria e Arsimit dhe Sportit, Universiteti i Vlorës Ismail Gjemali dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor do të lidhin marrëveshje për kushtet e përdorimit të këtyre ambienteve, ndalesa për ndryshim destinacioni. Vendimi thekson se Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Vlorës Ismail Gjemali u ndalohet rreptësisht të ndryshojnë destinacionin e pronës të paluajtshme, ta tjetërsojnë apo t'u japin atë në përdorim të tretëve. Kjo ma siguron që prona të shërbejë vetëm për qëllimin e përcaktuar të arsimit të lartë.